dini se mungesa e magnezit mund të jetë arsyeja pse ndiheni të lodhur, të stresuar apo me dhimbje në trup? Magnezi është një mineral shumë i rëndësishëm për organizmin dhe merr pjesë në mbi 300 procese në trup. Ja disa shenja që tregojnë se mund të keni mungesë magnezi. Së pari, lodhja e vazhdueshme. Nëse ndiheni pa energji edhe pasi keni fjetur mirë, kjo mund të jetë një shenjë që trupi juaj ka nevojë për më shumë magnez. Së dyti, ngërçet dhe dridhjet e muskujve. Nëse shpesh ju kapin ngërçe, sidomos gjatë natës, kjo është një nga shenjat më të zakonshme të mungesës së magnezit. Së treti, stresi dhe ankthi. Magnezi ndihmon në qetësimin e sistemit nervor dhe mungesa e tij mund t'ju bëjë të ndiheni më nervoz apo të tensionuar. Së katërti, problemet me gjumin. Nëse keni vështirësi të flini ose zgjoheni shpesh gjatë natës, niveli i ulët i magnezit mund të jetë një nga arsyet. Së pesti, rrahje të çrregullta të zemrës. Magnezi ndihmon në funksionimin normal të zemrës dhe mungesa e tij mund të shkaktojë ndjesi të çuditshme në kraharor. Dhe së fundi, dhimbje koke apo migren. Disa studime tregojnë se mungesa e magnezit lidhet me shfaqjen e migrenave. Për të rritur nivelin e magnezit, konsumoni ushqime si spinaçi, arrat, farat, bananet dhe çokolata e zezë. Nëse dyshoni për mungesë magnezi, është gjithmonë mirë të konsultoheni me një mjek. Mos e injoroni trupin tuaj, ai gjithmonë ju jep sinjale.